107 vjetori i alfabetit, muzeun e tij e gjeti në këtë gjendje, me fasadë të rënuar, mbeturina në oborrin që ndodhet në pjesën e prapme të objektit, me shitore brenda objektit, të cilat shfrytëzohen për biznese private dhe me çështje pronësore të pasgjidhur. Pas gjitha këtyre, në orët e paraditës, para objektit vërshoi numër i madh i autobusëve nga qytetet e ndryshme, të cilët vinin në mënyrë të organizuar. Megjithatë, pamja dhe atmosfera jashtë objektit nuk reflektonte se ka fest e aq më pak shqiptare. 107 vjetori i ditës së alfabetit ka filluar të shënohet nga qytetarët shqiptarë këtu në Maqedoni dhe tani jemi përballë Muzeut të Alfabetit, ku edhe pritet të mbahen aktivitetet e paralajmëruara nga zyrtarët. Por edhe pse është një festë kaq e madhe kombëtare dhe përveç se ky alfabet është shkruar në këtë muze, aty mungon flamuri jonë shqiptar, edhe pse vazhdimisht nga autoritetet llogaritet ose po premtohet se është zyrtar dhe mund të përdoret të paktën në festat kombëtare të shqiptarëve. Të pyetur se si ndjehen kur objektin e shohin me të gjitha këto mangësi, zëvendës kryeministri Musa Xhaferi dhe ministrja e arsimit të Shqipërisë Lindita Nikolla u shprehën se nuk i kanë vërejtur pamjet e jashtme të objektit dhe se me rëndësi është që në të është nënshkruar alfabeti i gjuhës shqipe. Por mendimin e këtill nuk e kishte ministri i arsimit të Kosovës Arsim Bajrami, i cili u shpreh i gatshëm që ky muze të duket ashtu siç e meriton. Meqense alfabeti u shkrujt për gjithë shqiptarët, ku do të jetojnë, Qeveria e Republikës Kosovës në bashkëpunim me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe Shqipërisë, është e gatshme që të ndihmoj restaurimin e këtij objekti në mënyrë që vërtet ky objekt jo vetëm të ruhet, të konservohet sa është e mundshme në gjendje, por të jetë një vend i takimeve të shpeshta, takimeve kulturore, gjuhësore të gjithë shqiptarëve dhe gjithë studiuesve shqiptarë të ndryshëm. Pas nënshkrimit të marrëveshjes për programet për ekzekutim, organizatorët nuk lejuan që mediat të parashtrojnë pyetje për ministrat, duke premtuar se do t'u jepet mundësi në hallin e muzeut. Pasi u larguan ministrat, për mediat u ndal vetëm zëvendës kryeministri Musa Xhaferi, i cili po ashtu ju shmang pyetjeve të gazetarëve nëse ka ndërmend të ndalojnë tekstet shkollore ku shqiptarët fyhen dhe ofendohen rënd, dhe pse nuk mund të sigurojnë mjete të mjaftueshme për Muzeun e Alfabetit Shqiptar, kur ai Mëros ka marrë 30 milion euro. Për fat keq në Maqedoni janë shkruar shumë fjalë këqija për qytetarët shqiptarë, si në historitë e Maqedonasve ku shqiptarët shkruan si njerëz të nga mali, si në protestimet eksterne ku shqiptarët quhen si çobanë kështu me radhë. Cilat janë hapat e ardhshëm që ky noshim i shqiptarëve mos të bëhet me alfabetin. Në fakt më vjen keq, nuk ju kuptova. Sot është dita e unifikimit të alfabetit gjuhës shqipe. Të gjithë ato delegatë një javë ditë kanë qenë të organizuar këtu në këtë kongres dhe kanë bërë bashkimin gjuhësor, bashkimin e alfabetit të gjithë shqiptarëve. Dhe në fund, pas reagimit të gazetarëve për mungesën e flamurit shqiptar në godinën e Muzeut të Alfabetit, autoritetet e vendosën atë, kuptohet të shoqëruar edhe nga ai shtetëror.